Prej mrekullive të botës arabe, xhamia e madhe Sheikh Zayed në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe. Është ndërtuar midis viteve 1996-2007, ka kushtuar rreth 600 milion euro. Është një xhami e gjitha me mermer të bardhë, cilë nga Italia, Greqia, Pakistani, Maroku. Është një prej mrekullive të botës islame, 22.000 metra katrore madhe, 40.000 besimtar mund të baj brenda. Ky është oborri i brendshëm, që është një mrekulli, ndërkohë brenda ka shandanin më të madh në botë deri pak kompar, sepse tani është zëvendësuar nga xhamia e Moskatit, i cili është 10 metra i gjerë, 15 metra i lartë, si dhe njëkohësisht qilimin më të madh në botë, një copësht të bërë në Iran, 5667 metra shkatror, që është punuar nga 1200 vetë. Është një prej mrekullive të arkitekturës islame, e projektuar nga një arkitekt sirian, dhe për të kanë punuar 3.000 punëtorë dhe 38 kompani. Kur xhamia mbaroi, Sheikh Zayed kishte ndruar jetë, por për nder tij e mori pikërisht emrin e saj. Pra, shiheni se çfarë mrekulli është në zemër të Abu Dhabit. Është një kryevepër e gjitha me mermer të bardhë dhe e gjitha e punuar me dorë.